Urdhëror shikues, vazhdon ceremonia, emocionet e festës së Vllaznisë, 107 vjetori i klubit fantastik i pari këtij lloji, i formuar në Shqipëri 16 shkurt 1990. Ka plazin që kam në këto momente presidentin e klubit të futbollit Vllaznia Lazar Matia, por edhe kryetarin e shoqatës rajonale të futbollit shqiptar për shqiptar. Zoti Matia, a do jeni pjesë shumë e rëndësishme kësaj Vllaznie kur keni fituar 12 titull kampion ballës, emblema e futbollit të femëror në Shqipëri? Jena privilegjuar që jena pjesë e Vllaznisë, përjetojmë këto momente të bukura, përjetojmë gërsi që nga kalon ky klub për vitesh. Klubi më i vjetër që ti sot është 107 vjetori i krijimit të klubit. Gërsi për gjithë qytetin, për një që investojmë, për një që na bë diçka më tepër ose që ne është gërsi edhe më madhe që është privilegj më të jesh shkodrant, privilegj më të jesh pjesë e klubit, është historia dhe traditë. Vllaznia e futbollit për Amerikën, të drejtohet nga koleguji juaj Alban Xhaferi, ka 9 titull kampion. Vllaznia e femrave me dënimin tuaj 12 titull, shpeshherë me humor, Xhaferi ka kërcuar dua formulën e Lazar Matias për të dalë kampion. Si patjetër që jemi kampion, jemi për 12 vitesh kampion. Mendojmë që edhe ekipi i djemve është rrugën e duhur, është shpejti. Mendojmë që edhe ekipi i djemve do të sjellë titullin e 10. Edhe na mendojmë që kena bërë diçka mirë, edhe këto ngjyra të bukura që ka ky flamur, kjo uniformë shumë e rëndësishme për qytetin, për qytetarët, për Shkodrën. Mendojmë që edhe na me ekipin e vazhdim kena dhënë kolor, kena dhënë ngjyrë, kena dhënë ma shumë rëndësi kësaj uniforme, kësaj logoje, prandaj edhe rëndësia që merr këtë 107 vjetor është shumë e madhe, sepse dy ekipet, shija i vajzave ashtu edhe i djemve, sot janë vend parë, janë kandidat kryesor për të dy titull të vjet. Edhe urojmë, besojmë dhe dëshirojmë që në fund sezonit të dy ekipet shpallën kampion Vllaznia me special titullin e 10, ose vajzat e titullin e 13. Urimi për Vllaznin në mbylljen e kësaj interviste për gjithëndën e ekipit të klubit Kuqërblu. Urimet janë pafund, por urimi mendoj që dhe nga zemra është sa më shumë suksese, sa më shumë trofe, sa më shumë vite jetë ky ekip, ky klub i madh, sepse Vllaznia nuk është vetëm jonë, Vllaznia është e Shqipërisë, pa Vllaznia nuk jetë as Shqipëri. Kështu që ju uroj gjithë të mirat, kënaqësi për ne që jena pjesë e këtij klubi të madh dhe urojmë vite pafundësisht ky klub i kaq madh të rëndësishëm për ne. Ju falenderoj shumë. Ishte presidentin e klubit të futbollit Vllaznia Lazar Matia, që era kryetari i shoqatës rajonale.